Ky është një postim i vitit 2023 i Labinot Regjës, edhe në fond ndër të tjera thot Labinot Regja Noti. Pra nuk Labinoti ka fobi nga nickname-i i tij Noti, edhe që nuk qenë ka bashkë që ka thonë në Prime se nuk do ta kishte as shtëpinë e tij në Rahovec, si që tha Olta, e as para 2 vjetë nuk do të me foto ndeti bashkë me familjen, sepse rasti ka ndodhur në 2006, sipas tij, edhe postimi është i 2023, dhe pse ka vendosur Labinot Regja nickname-in Noti, nëse nuk është ashtu. Si banor kam pas në fillim preferenca, por momentin kur fillon edhe i agravon debatet, informacionin nga jashtë. Po të ishte lojtar me informacion nga branda, shumica banorëve, atëherë këtë okej. Për shembull e pam që ja përdori sfundmi edhe kushtrimit. Na e dim që kushtrimi është solo kombëtar. Kë mundet me mohu kërkosh. Tjetër është që a ka dashma, ka ftesa për dashma, nuk ka. Kushtrimi i tregoi edhe i tha që çato dashma që më ftojnë 1, 2, 3, çato i vlerësoj. Nuk shkoj bashkë të gjithë kushin në përdashma. Tjetër e pati debatin e madh me Elionën, Djen Prime mbron respektive. I tha që e ke përdorur nonën për me vujtimizu edhe që ke ik prej familjes tonde kur ke qenë vjeqe, e që Zorfi Kuq e demantoj krejt atë histerin që e ka pas Labinoti për 4 javë në shtëpi, edhe që nuk qenë ka bashkë ashtu. Pra Eliona po viktimizohet, nuk është e para që i ka vdek nana e Elionës Labinotit, por as i pari që i ka vdek baba, e as nuk është i pari që vet Labinoti e familja ti luft. Ka më shumë të tjerë që kanë përjetu tragedi dhe më të mëdha se Labinoti. Edhe me u viktimizu këtu me prindin e atije me luftën, kjo nuk ka nën sens. Gjitha rana gënjeshtat kullun nga Labinoti. Tjetra, i kërkoj falje Elionës në Prime, por sot mëngjes me njëherë filloi diskutimi tjetër, edhe prapja përsëriti gjendjen e njëjtë. Po i tha nuk je e para që i ka vdek nona. Falë zotëri, kush jeti me gjyku, a është e para e fundit që i ka vdek. Momentin që ti ke kërku folit, që është e përsërit gabimin e njëjtë, atëherë kërkim falja, si tha edhe Leonora në një moment, është tha hajgore, kërkim falja mo nëse vazhdon e përsërit një gabimin e njëjtë, pra kanë bërë sikur me hunger book këtë kërkim faljen. Prap Labinoti vazhdon me informacione nga jashtë. Prap kësaj here me Ibron. I thot ti e ke fut njëri në burg. Kur del Ibro ko me hynë burg, bashkë me ato që e ka fut Ibro në burg. Pra vazhdon edhe i përsërit sanet e njëjta, e agravon debatin me këtë banorët në mundësi për të lojnë branda, vazhdon edhe përmend gjona nga jashtë, si në këtë rast me Ibron. Pse dush me thonë njëtë ke hynë burg, s'ke hynë burg, nuk jeti që gjykon a ka me hynë burg, ku në ka fut në burg. Policia e din ku është Ibro dhe mundën me shku në gjithë moment me marrë me nxjerr ato, si që ka ndodhë në edicionin e kaluar në Big Brother Shqipnis. Hyrje kanë marrë një banor nga burgu, nga shtëpia dhe e kanë dërgu në burg. Sa më pak e preferuar, si pasoj afirmiti ushtrimin, edhe mos da që ose fitimi nuk ja ka kthy sasës, edhe ton kohën të bon veç ajo mas kështë pasoj gjithmonë, ka vendosur pikën ku është, madje në moment e kërkoi largimin nga shtëpia, mbetet e shihet nëse Sasa do të largohet nga shtëpia me njëherë. Sot ose nesër, tha që unë nuk mundem me bo dramatilla si që po bojnë banorë tjerë, zje mënyrën Sasa, do është me zjetë mënyrën që është me lojën tënde, jo të shku në kratë kushtrimin në tjetrit. Tjetër, e pam një hyrje të re, Fjolla Morinën, këngëtare, për mendimin të am Fjolla penicilin për Albën, Alba Polozhanin, për arsye që me njëherë ka nisë me i kap frenat edhe me ma lojën dorë. Nuk e dim nëse Labinoti kësaj herë do të vazhdojnë me informacionin nga jashtë edhe për Fjollën, nuk i hetë shumë kungli mbi ujë, pasi që Fjolla është tjetër nivel, edhe sipas informata që kemi kanë mjaft fëmijë lojën para se me hy ato, për atë arsye edhe ka nejt pak kohë e stepër edhe ka lizu lojën, si me thonë, prej një qoshit, kështu që jo veç për Albën, për në tjerë, me njëherë ka hynë kontakt, janë aleancë me Klodin edhe me Lëndrimin, dyshën e famshme, e pom një rikthim po ashtu Dolçes nga Grande Fratello në Big Brother VIP Kosova, e që Edi u gëzu tej mase. Po ashtu e kemi një ndezje të frânave në Arditi, se kohën e fundit ka qenë gjomb, edhe urojmë që me tutje
po ashtu po m'pëlqen që ka një herë Arditi po i bën do analiza me Leonora, për ndryshe Leonora duhet me thirr mendjes edhe mos me vazhdu me kësi analiza koti, analiza do 13 vjeçarve, po me analizu bashkëshdot edhe me një farforme me arsyetuar pagesën që e merr nga produksioni, jo vetëm për pagesë, po tek e funit me analizu tamam që shiko hije, e jo vetëm me thonë urojmë të bëhet më mirë e gjona tilla, po me i ro tamam në qafë kështu kushtimisht të cilit edhe mja analizu lojën edhe mja përplos sa në të ftyrë bashkë ashtu që i meriton. Është përmend shumë edhe hyrja e Dr. Limit, po duket se i ka ropi shman edhe nuk do të ketë hyrje të Dr. Limit siç është pretenduar në media. Edhe për fund e kam lënë Toni siç po duket nuk ja ka marrë për bazë fjalët babës së tij, edhe po vazhdon me Benitën me kriju një lidhje lojë për mendimin tim, nuk ka diçka. Përderisa nanën që është një banore që po e bën zhurmuesen, pa pik kredibiliteti, pa pik ndërgjegjësimi, pa pik përgjegjësie, ton kohën bën lojë të fliqun e nga është shkurta.